reduktim i pritjes nga 1 orë në 20 minuta për shërbimin urban. Le të masim kohën nëse urbani i qytetit do të vijë çdo 20 minuta apo po qytetarët do të presin më shumë. Qytetarët shkodrane konsiderojnë këtë një hap pozitiv, duke theksuar se ulëndjeshëm kohën e humbur dhe lehtëson përditshmërinë e tyre. A shumë më mirë sot se është më shpejt. Shërbim më i mirë. Mas 20 minuta shko, ne kena prit e kaj orë, a kupton tash ne jena edhe pleqe, a kupton mundësia makinave të disa kanë, makina janë bërë plesa. Shumë 20 minuta, a kupton e din orarin e ju dhe vjen atë kohë. Po me kanë në rregull për ditë. 85 vjeçë jam, po jam si me kanë 30. Autobusi është i domosdoshëm me kanë, se nuk është e mujtën tonë me pas makina, as pa kanë ku parkojnë. Kështu që është e domosdoshëm, autobusi është çdo 20 minuta me kanë detyrimisht njerëzit hypin në autobusa. Gjatë vëzhgimit të një nga stacionet kryesore të qytetit, rezulton se pritja për urbanit është ndjeshëm më shkurtër. 13:55 sekonda, pra ende pa u bërë 14 minuta, urbani i qytetit ka ardhur sërish në destinacion, duke shërbyer më shpejt, por duke shkurtuar edhe kohën e pritjes për qytetarët. Nëse kjo frekuencë do të ruhet në vazhdimsi çdo ditë, atëherë ky ndryshim pritet të kthehet në një standard të qëndrueshëm për transportin urban, duke e përmirësuar realisht lëvizjen e qytetarëve në Shkodër dhe duke rritur përdorësit e transportit publik.